Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme në Bundestagun Gjerman, Michael Roth, ka thënë se politika e Bashkimit Evropian ka dështuar me Ballkanin Perëndimor. Duke folur për protestat në Serbi, ai thotë se nëse Unioni se ndorron qasjen ndaj rajonit, mund të ketë kërcënime për luftë. Më shumë destabilitet e nacionalizëm, ka shkruar Roth në X. Serbët kanë javë që protestojnë për vlerat europiane, por ata nuk e shohin më BE-n si aleat. Vështirë se dikush në Ballkanin Perëndimor beson më në një perspektivë të BE-s. Projektuesit janë të zhgënjur me BE-n. BE-ja ka bashkëpunuar me presidentin serb Vučić për një kohë të gjatë. Roth tha se BE zbën të humbas Ballkanin Perëndimor si rajon. Politika jonë për Ballkanin Perëndimor ka dështuar. Ne kemi nevojë për një zejtenvende, për ndryshe përballemi me kërcënimin e luftës, edhe më shumë destabilitet, nacionalizëm dhe autoritarizëm. Ne nuk duhet ta humbasim Ballkanin Perëndimor si një rajon i demokracisë, shtetës së drejtës, lirisë, sigurisë dhe prosperitetit. Roth para pak ditësh mori medaljen presidenciale të meritave nga presidenti Vjosa Osmani për rolin dhe kontributin e tij ndaj Kosovës. Zejtenvende është një term gjerman që referohet një kthese historike ose ndryshimi epokal dhe përdoret për të përshkruar një ndryshim të thellë dhe të papritur në një periudhë të caktuar kohore. Tashmë mbetet të shihet nëse kjo gjë do të ndodhë në Ballkan dhe konkretisht mes Kosovës dhe Serbisë, sa i përket politikave të Bashkimit Evropian, por edhe Gjermanisë, e cila është një nga fuqitë më të rëndësishme dhe që është e përfshirë drejt për drejti në këtë proces